Allahun e kam dëshmitar. Tregim emocionues. Transmetohet se tek Haxhax ibn Jusufi i sollën një grup njerëzish, të cilët kishin ngritur krye kundër tij dhe ai urdhëroi që ata të ekzekutoheshin. Pas paku dëgjua ezani për namazin e akşamit dhe Haxhaxhi me njerëzit e tij e filluan faljen e namazit. Njëri prej rebelëve kishte mbetur gjallë, nuk ishte arritur të ekzekutojnë para namazit dhe Haxhaxhi e urdhëron Kutejbe ibn Muslimin që të kujdesej për të, kurse të nesërmen ta çonte në ekzekutim. Kutejbe ibn Muslimi tregon: unë e mora atë njeri me vete dhe, derisa po ecnim drejt shtëpisë time, ai më tha: a dëshiron ta bësh një vepër të mirë? Çfarë vepre të mirë? E pyeta unë. Ai më tha: pasha Allahun, unë nuk u ngrita kundër Haxhaxhit, as nuk e lejova luftën kundër tij dhe pasuesve të tij, por shiko se në çfarë të lashesh kam rënë. Unë i kam disa borxhe dhe amanete që dëshiroj t'i paguaj para ekzekutimit. Pra, a do të më lejosh që të shkoj tek familja ime dhe t'u marr halallin atyre, t'i kthej borxhet dhe amanetet e besuara, dhe unë sigurisht do të kthehem pasi t'i përfundoj obligimet e mia. Unë nuk ju përgjigja asgjë, por vetëm qesha me propozimin e tij, duke menduar se ai po përpiqet të më mashtrojë. Mirë, po ai nuk hoqi dorë, saqë pas një kohe më tha: unë e marr Allahun si dëshmitar dhe të premtoj se do të kthehem sapo ta përfundoj punën. Pas këtyre fjalëve të tij, unë nuk pata forcë ta refuzoja, kështu që i thash: në rregull, shko kryeje punën tënde dhe kthehu siç më premtove. Dhe ai shkoi. Kur ai u largua, unë i thash vetes: çfarë bëre o njeri? Pastaj shkova tek familja ime i shqetësuar dhe i hutuar, dhe kur më pan ashtu, ata më pyetën për problemin që mund të kisha. U tregova se çfarë kishte ndodhur. Ata më thanë: si guxove ta kundërshtosh urdhrin e Haxhaxhit? Ajo ishte nata më e gjatë në jetën time. Dhe para namazit të sabahut dikush trokiti në derën time. Unë e hapa dhe e pash atë njeriu. Shumë u gëzova kur e pash dhe bërtita: a u ktheve? Ai u përgjigj: subhanallah, si të mos kthehesha kur e mora Allahun për dëshmitar timin. A mund ta tradhtoj premtimin e dhënë Allahut dhe të mos vinë ekzekutim? Unë i thash: pasha Allahun, do të ndihmoj sa të mundem. Pastaj, pas namazit të sabahut, unë nisa me të për tek Haxhaxhi. Kur hyra te Haxhaxhi, ai më pyeti: ku është i burgosur yt? Unë u përgjigja: ai është para derës, por rreth tij lidhet një tregim i pazakont. Ai pyeti: çfarë tregimi? Unë pastaj tregova se çfarë kishte ndodhur midis meje dhe atij muslimanit të burgosur. Pas kësaj Haxhaxhi urdhëroi që ta sjellim brenda, pastaj më tha: o Kutejbe, a dëshiron ti që unë ta fal atë dhe çështjen të ta lë ty? Po, u përgjigja. Haxhaxhi tha: ai është i yti, bëj me të çfarë të dëshirosh. Kur dole me të nga pallati i Haxhaxhit, i thash: shko ku të duash, ti je i lirë. Ai e ngriti shikimin ka qielli dhe tha: të falenderoj ty o Allah. Pastaj u largua pas një fjalë. Ai as nuk u përshëndet me mua dhe as nuk më falenderoi për atë që bëra për të. Mirë, po pastaj, pas 3 ditësh, ai erdhi dhe më tha: Allahu të shpërbleft. Pasha Allahun, unë nuk e kam harruar atë që bëre ti për mua, por nuk kam dashur në atë moment që falënderimi im ndaj Allahut të përzihet me falënderimin ndaj kujt do tjetër.